Assalamu alaikum, ana minkum wa ana ilaikum wa ana muslimun. Janë fjalë këto me të cilat Zahran Mamdani i u drejtohej muslimanve Amerikan të New Yorkut sa herë merrte pjesë në përtubime, sidomos gjatë kohës parazgjedhore. Përveç kësaj, dje, hiq më larg se dje, teksa po festonte fitoren e tij spektakolare dhe të papritur, para votuesve dhe mbështetësve të tij, nga bina ku po fliste, i u drejtua presidentit Amerikan, kësaj radhe natyrisht në gjuhën angleze, duke e sfiduar e ndoshta edhe duke e kërcënuar me këto fjalë. So, Donald Trump, I know you are watching. I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get through to any of us, you will have to get through all of us. Përveç këtyre 2 paragrafe të cilët i lexova tani, në të njëjtën mënyrë, Zahran Mamdani e sfidon edhe Netanyahun kur i thot se nëse Netanyahu vë këmbën në New York, do të arrestohet. Bile këtë deklarat Mamdani e bën para hotelit London në New York. Pse para këtij hoteli? Për shkak se herë që Netanyahu ka ardhur në New York për të marrë pjesë në seancat e OKB-s apo për evenemente të tilla, zakon i tij ka qenë që të vendoset në hotelin London. Se a do ta ketë fatin dhe mundësin Netanyahu që edhe vitin e ardhshëm të shkel këmba e tij në New York dhe të merr pjesë në seancën e radhës së OKB-s, varet krejt prej fuqisë, sinqeritetit dhe këmbgulësisë së Zahran Mamdanit. Kësaj radhe si krye bashkiak i metropolit më të madh amerikan e metropolit më të njohur në gjithë globin e tokës. Me fjalët e tij arabe, se unë jam prej juve dhe do të punoj për ju, sikur për të gjithë të tjerët, jo vetëm për ju si musliman, dhe se ene muslimun, jam musliman, me këto fjalë, Zahran Mamdani po sfidonte, sidomos grupacionet, rrymat dhe mendesin islamofobe evidente në SBA. Duke ju drejtuar Donald Trumpit, e sfidoi dhe e kërcënoi atë, duke ja bërë me dije se New Yorku do të vazhdon të mbetet dhe të jetë qytet i emigrantëve, sepse është ndërtuar nga emigrantët, është bërë i fuqishëm nga emigrantët dhe, siç e sheh sot o Donald Trump, do të udhëhiqet nga një emigrant. Me këtë qasje të tij dhe me këtë kërcënim të tij, po i jepte përgjigje Donald Trumpit, që apo kërkesë po i bënte që ti ndal politikat e tij anti-emigracion. Politika këto të cilat Donald Trump i ka bë botërisht të njohura edhe për gjatë kohës sa ende nuk ishte president, e sidomos gjatë fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve të fundit. Dhe me të tretën, duke e sfiduar Netanyahun, ai botërisht
po i thoshte se Netanyahu është një kryeministër i cili ka krye gjenocide dhe masakra. Base fjalën masakr e ka përdor edhe përpara pa hezituar fare. Se është pra e kauzës palestineze dhe pra zgjidhjes së çështjes palestineze si një shtet bri shtetit Izraelit. Me këto 3 qasje pra, nga këto 3 kënde, videon e sotme do të mundohem të përmbledhi me një analizë si rreth personalitetit të tij, si rreth rrethonave në të cilat bie sikur nga qielli Zahran Mamdani, e do të mundohem të tërheqi vija krahasuese mes 2 taboreve kryesore politike amerikane dhe çfarë fshihet dhe çfarë qëndron nën këmbët e tyre. Miq të respektuar, Amerika është Amerikë. Çfarë do që ndodh atje reflekton gjithandej në botë. Si e mirë, si jo e mirë. Si fitore, si kur dështim. Zati, mos me qenë kështu Amerika, që të reflektoj çdo gjë pe atjehet, nuk do t'i thënin Amerikë e as do t'ishte superfuqia e vetme në botë. Mbase, shikuar në perandorit përgjatë historisë, konsiderohet fuqia më e madhe që ndonjëherë ka pas bota. Shtrirja ushtarake e bazave ushtarake mbi 820 anën kënd botës, SBA-n e bën perandoria apo shteti apo fuqia më e madhe që e ka pasën historia njerëzimit në një kohë të caktuar. Si e tillë Amerika është shumë normale të bëj bujë, si brenda ndonjë ngjarje, si dhe në shtetet të ndryshme të botës. Bëri bujë edhe tek muslimanët e botës, fitoria e Zahran Mamdanit. Një kategori e muslimanëve filluan të krekosen për së tepërmi duke e konsideruar fitoren e tij për kryebashkiak të New Yorkut si një fitore e islamit dhe e muslimanëve, fillimisht në Amerikë dhe se do ta ndryshoj botën. Nga çike perspektivë e muslimanëve, kategoria e dytë filluan në mënyrë ndoshta të çuditshme për mua, që nuk muj me nejt rahat pa ja dhënë përgjigjen, duke folur për fitoren e Mamdanit se është një prapaskend, se është një kurth, se çfarë muslimani është ky, se ja e ka këtë fotografi, ja ky kështu, ja është shii, ja është ithnasheri, ismaili dhe gjëra të tjera, andaj nuk ja vlen me u marrë me te. Kjo kategori, miq, e muslimanëve tek ne, sikur edhe në botë, është e njëjtë, vetëm me terminologji të ndryshme, nga kategoria e cila shkruan dhe thot se fitoria e Mamdanit është fundi i asoj fryme demokratike, e asoj drite amerikane, se drita e Amerikës filloi të shuhet për shkak se një musliman u zgjedh bashkiak i New Yorkut. Që të dyja këto kategori janë të dëmshme për lexuesit tanë, për shikuesit tanë, për shqiptarët, dhe janë më të dëmshmet sidomos për kategorinë e shqiptarëve të cilët për një arsye apo tjetër i dëgjojnë këta matrapaz, këta hipokrit dhe këta mashtrues, të cilët mezi presin momente të caktuara, ngjarje dhe ndodhi të caktuara për t'i promovuar idetë e tyre tekanjoze, në mënyrë që ti, duke i mashtruar lexuesit dhe dëgjuesit e tyre, të përfitojnë nga momenti. Të parët të përfitojnë imazh
se kinë se janë evlia Allah, se kinë se hesin me sejadet namazit në Sjetël, nuk e shkelin bobrecin, se ja vret shpirti çështja kauza islame, se, duke u munduar të paraqiten dofar musliman që në fakt të jeni të sigurt janë hipokrit dhe punojnë për kauza të caktume, për dobinë e tyre por në dëm të shqiptarve dhe të besimtarve musliman të këtij vendi. Njëjtë edhe kategoria e dytë, të cilën Mamdanin e shohin nga perspektiva e një muslimani që do të ndryshon pamjen dhe fytyrën e New Yorkut, se po hum krishterimin, se po i bihet grosht hebrejve të Amerikës, se lobi hebrej u rënjos e këndej, andaj nuk o dasht me ardhen ky, janë shpërfaqje të atyre ndjenjave islamofobe. Për tek ne e kam fjallën, anti-shqiptare, të dëmshme për shqiptare, që se her përmendet ndë një emën musliman, ndë një vepër islame, ndë një shtet islam. E kësaj radhe Zahran Mamdani, një musliman i cili i fitoj zgjedhjet, e ngrisin kokën dhe sulmojnë islamin, hoxhalaret, frymën islame, po me atë gjuhë islamofobe dhe po me ato ndjenja të egra si dushman të islamit dhe muslimanve dhe mashtrojnë për krasit dhe lexuesit e tyre. Edhe njëre po thëmë, ngjarjet në Amerikë i hapin këto tema, por ju do të keni kujdes, të mos bini në kurthën as të këtyre që mashtrojnë në emën të fesë, e as të këtyre që mashtrojnë në emën të ndonjë patriotizme. Skënderbeu, Aleg Dugagjini, ai tjetri. Sepse qëllimi i këtyre nuk ka kombe, të jeni të sigurt. Qëllimi i këtyre është quarja e agjendës anti-shqiptare në vend, sepse atë mision e kanë marrë për ta dëmtuar kohezionin shqiptar, thesarin kulturor shqiptar, kulturën shqiptare, historinë shqiptare, bashkëjetesën shqiptare. Unë e di se nuk mujnë me bo gja, bash heq, edhe mu të ranu, nuk mujnë me bo gja këta islamofob. Por, ju ruane vetë vetën, shpirtin tuaj, zemrat tuaja, mos bini prej e këtyre mashtruzve dhe të mashtruesve të parë. E kam thonë edhe për para, meq, po isha komentet, jo shia, jo ithna sheri, jo nuk është sunni, jo ka dal me Sorosin fotografi, jo namaz, jo. Po, ka dal me Sorosin, sepse e ka detyrë më rebor. Ka shku në namaz më rebor, namaz në xhami. Unë e kontaktova shqiptar atje, që janë udhëhecë të shoqatave apo të këtyre xhamive shqiptare. Më tha, po, ka ardhur te na këto në xhami. Ma shumë se një herë kemi bisedu me ta, jo vetëm në kohën para zgjedhore. Por meq, çka dohet me na interesu neve pikpamja fetare e një lideri politik. Mbani mend që to ju lutem, këto shka po du me i thonë tash. Çka dohet neve me na interesue? Pse do tyje e mu me më interesue se kë a beson a shia, sunnia, që kë lider politik? Joni tek ne këto, apo atje në Amerikë? Nuk kërkohet, nuk do të me kërkue prej një klase politike apo prej një udhëheci politik më nërë neve 5 herë në xhami ose në gjyma ose në bajrama. Që valla të na për bajram s'po vje ka shkue në kisha, atje ka shkue në sinagogë, ka shkue. O zotni, na a imi të folë për Zahran Mamdanin, kryetar, kryebashkiak i një shteti, si që shteti i New Yorkut, a imi të folë për imamin e xhamisë pejgamberit në Medine. Apo imi të folë për muftien e Mekës, apo për një muftit Stambollit. A jeni bre normal, be o miq. Vallaj, s'ka njerës për muj me u përmbajt.
Qyshmere me tentu me diskreditu e personalitetin e një lideri me të qenurit e ti fetara a fetar. Muslimana nuk është musliman. Në qëkon mërë në kish, në qëkon mërë në gjami, në qëkon mërë kurda. Besimi i udhëhecit politik do të mbetet çështja e tij personale me Zotin e tij, ose me ato shka i beson. Por, çka kërkohet në këtë rast? Prej këtij lideri politik, të na e gjithkund në botë, kërkohet se nëse është besimtar, të jeti sinqert në besimin e tij, që ai besimi sinqert të reflekton sinqerisht në punën e tij, që ta bën në mënyrë të sinqert punën e tij, që të ketë drejtësi ndaj të gjithëve, që t'i qënë programet, platformat, projektet e shtetit dhe të popullit përpara, që të pregadit teren që njerëzit të kenë prosperitet ekonomik dhe të gjithëmbarshëm. Çfarë na hyn neve në punë nëse një udhëhec politik 5 herë e shohim në xhami, a knej në politikë për shka thirrët, për shka ka marrë votë, për shka ka marrë besimin, për shka ka marrë besatimin edhe prej Zotit, t'i ketë punë lugë. Çka na hyn neve në punë brajo? Andaj, ato mohabete, jo ma mdani kështu, jo ma mdani knej, jo im shoj hebrejve, jo lobit knej, jo e prishi pamjen e New Yorkut, e boni islam aty e sen e knej e ka, jo me shamia, pa shamia, krejt të 3 kategorie dhe shumë të tjera nuk janë asgjë tjetër pos, edhe njerë po them, shpërfaqje të 2 gjanave që ju doni me ditë si Allah i një, si një dhe një bojnë 2. Një, shpërfaqje e ignorancës, nëse janë vërtet ignorancë, ose nëse nuk janë ignorancë, po janë të dishëm, shpërfaqjen e hipokrizisë të tyre, për t'ju mashtruar juve me komente në rrjete sociale, me dalje në për emisione televizive, këto anë New York, atje në Londona, ku do koft, se kësherone po e mbroj një kauz islame, andaj ju votat do një me mjedhon mu, do një me mlivdu, do një me mbollajka. Ikni prej këtyne njerëzve. Ikni prej këtyne njerëzve, sepse dobi as në dynja, as në ahiret, nuk keni prej të tillve. Prej asnje nga këto kategori, të cilat mezi presin të ndodhë dishka apo të përfitojnë nga një eveniment i caktuar për interesat e veta. Dhe ai i cili në rastet e këtilla mundohet të përfiton për interesat e veta, dine se ai është i domshëm për interesin tënd, temin dhe interesin e përgjithshëm. Gjithsesi miq. Po i kthehem analizës së temës, inshallah muj me i përmbledh me gjithë që shumë e gjanë, me gjithë që është shumë dimensionale, por do të mundohem t'ja u qes për mi sofër, për mi tavolin, para paskenat, nën skenat, para skenat, e tanishmja, e kalumja, e ardhmja, çfarë mund të ndodhë, kush është ky njeri që fitoj, kush i ndihmoj, kush i nejti pas, kush e pengoj prerogativat e ti, objektivat e ti dhe rreziqet që mund të vinë nga zgjedhja e një muslimani si kryebashkiak i New Yorkut, nëse do të ketë rreziqe. Fitoria e Zahran Mamdanit si kryetar bashkie i New Yorkut pati një jehon të fort në Amerikë. Siç bëri buj gjithandej në botë. Për shka miq? Për shka nuk është fol ka shumë për Zahran, për një kryebashkiak të New Yorkut, deri më sot. Për shkak se është për herë të parë në historinë e Amerikës që një musliman zgjidhet për kryetar të New Yorkut. Si asambleista, mrena aty 3 jenë konë në historinë e New Yorkut. Ky si kryebashkiaku i 111, një, ku me ditë konspiracionistat dhe mashtrusit asaj kategorie shkanzerin të shpej numërit 1, sukur 666, 444, 777. Po, ky është kryetari i 111 i New Yorkut. Dhe të zgjidhet një musliman për kryetar i New Yorkut, s'ka dyshim se konsiderohet një ndryshim rapid, radikal dhe rëndësor në historinë e Amerikës. Ajo çka fillimisht dua ta trajtoj këtu është pse
pse hebrejt e votuan këtë Mamdanin. Duke e ditë se ky është po e sfidon Izraelin, po e kritikon Izraelin, duke e sfiduar edhe Netanyahu, duke e sfiduar edhe emigracionin hebrej atje, një kategori, duke thonë se është musliman, duke shkuna për xhamia me fal namazin dhe gjana të tjera. Si u bo ky njeri, këtë njeri me e votue hebrejt? Dëgjoni miq, hebrejt e kanë votue sipas statistikave të dala deri më tani, që aty mbi 50% të hebrejve. Por me e kuptu esencen, me njerë po ju thëmë se Mamdani është prodhim i Sandersit. Sandersi është po hebrej, ish kandidati për president. Hebrej, mirë po ka qasje majtiste. Është kunder politikave djathiste të administratave të deritanishme amerikane. Sandersi ka qenë edhe si tillë edhe pse hebrej kunder politikave që po i bën Izraeli mbi palestinezët. Pra, miq, Mamdani nuk është zgjedh as si musliman, pse është veç musliman, as nuk është zgjedh pse ndaj krishterëve ka një qasje caktuar, as pse është kunder Izraelit dhe pro-palestinezve, as pse është prej Ganës dhe me prejarje indiane Iram njëherë në Gana, pastaj Iram në Amerikë, as pse është djali i një akademiku, profesori i antropologjisë në Universitetin e Kolumbias, baba i tij, e as pse është biri i një nane regjisore, si me i thonën, e cila ka bë filma të ndryshëm në favor të ideve, politikave, shkrimeve dhe qasjeve të burrit të saj. Po jo pse janë burrit të saj. Ky baba i Mamdanit, më falni, antropologjist. Ka shumë shkrime të tij, pra edhe ligjerata që i kritikon politikat e lobit hebrej në Amerikë, se lobi hebrej, jo lobi po, mërgata apo emigrantët e vjetër hebrej në Amerikë janë ata të cilët i kanë zhduk. E fillimisht javë kanë marrë tokat dhe pasurit popullit indogjen Amerikan. I bazum në këtë qasje të tij, shkencore, akademike, pikpamje politike, babai i tij është edhe kunder politikave izraelite që popullin endogjen, burimor, palestinezët i vret e i masakron dhe bën gjenocid mbi te. Në të njëjtën kohë, miq, ky nuk zgjidhet as pse është burri i një arabe siriane amerikane, që edhe ajo një regjisore e filmave të animuar, po krejt në favor të duke mbështet pakicat e sane, i kumpasditen edhe filmat e ty. Në 2021 martohet me atë siriane dhe ky tash edhe nga prinderit, edhe nga bashortja s'ka ka shkon, del si produkt i qësoj fryme familjare, kunder të fortëve dhe të pasurve dhe kunder atyre lobeve, grupeve dhe njerëzve të cilët i shkelin të drejtat e të tjerve. Thjesht, Zahran Mamdani fiton vetëm e vetëm pse është majtist, talebe e Sandersit. Dhe hebrejt të cilët e kanë votuar në New York janë hebrejt
me prirje majtiste. Ndërsa hebrejt në New York, e që New Yorki konsiderohet qyteti më i madh në botë me hebrej që jetojnë aty. Dhe janë lobet cioniste hebreje më të fuqishme në New York. Për shka s'kan në New York se, por është në pullazi i rrymave hebreje. Mirë po ata shka janë orthodoks, praktikus së fesë hebreje e kanë votue kandidatin tjetër. Sidomos atë tretin i cili i mori veç 8 vota, po edhe Komit i ka thënë, Andrej Komit, ati shka e mbështet ke Trumpi, por nuk ja kanë dhanën këti. Majtistët hebrej ja kanë dhanë. Se dia e përbena këto a dykun tjetër, nuk kam informacione për shqiptarët se kë e kanë votue. Na zakonisht në fund i qesëm analizat e sen edhe ato nëse bojmë analizën. Na, kum thonë, ne kemi të losëm si popull ndokët, se di, mos të rokë shtë gjënë. E kemi të losëm lapsin, na. I kemi të losëm statistikat, për statistika në 2011 në shkrimin tem, zëmadh, pa të thonë se do t'i edukojmë të rinë tanë, vetë edukojmë me gjuhën e statistikave, sepse që nga një e ardhme shumë e afërt, statistika do t'jetë gjuha e njerëzve, e popujve me zvete. Me shifra kanë me folë. Sa qysh tek sen, sondazhe dhe ke pa qysh dalin para zgjedhjeve sen e nejse. Nuk di se për kë shqiptarët e New Yorkut kanë votua, për të parin a për dytin a për tretin. Muslimanët, një pjesë e tyne e votojnë për shkak se emni. Zahran. Zahran do thëtë i ka dy kuptime. Edhe lule, zehre, ezher, po edhe Zahran që duke shpërfaqet. Dhuhur Mehdi, për shembull, do të paraqitet medje, mogullus që bin Zahran. Pra, muslimanët e votojnë një pjesë për shkak se e ka emnin musliman, është musliman, për i familjes muslimane. Por një pjesë nuk e votojnë, për shkak se ky si neoliberal ta quja, apo si liberal, nëpse majtist. Ky vetë thët, e ne ishtirakion, bele thët në gjuhën arabe, ma shumë se një herë. Unë e thët, jam socialist, jam socialist në pikpamjet e mia. Ky në fakt, në pikpamje jetësore është neoliberal, por në politikë dhe ekonomi është socialist. Ky nuk e votoj një pjesë e madhe e muslimanëve për shkak të se në mënyrë botnisht shpesh ka thonë do të drejtat e LGBT-ve, do të drejtat e këtyre, edhe nëse bien në kundërshtim me parimet bazë islame të zamë. Si ka interesu këti vlavjem. Andaj Krekosja, jo fitoj, jo sheriati, jo kënej, jo muslimani atje, nuk kanë bazë. Sish nuk kanë bazë as frika se valla e boni New Yorkin tash, aty vend musliman me u falë me xhamat, ose të tretët të cilët thonë në mënyra të ndryshme. Gjithsesi, ky i fiton mbi 50% të votave, vetëm se është majtist. Këto du mu ndalë pak diçka. Afër 52% i merë ky. Komi i merë diçka mbi 40%, 92%. Edhe ky janë majtista. Ky është djathtist. Ani pse e mbështet ato Trumpi. Kjo tregon se majtizmi në New York pas këshmar hav. A majtizmi paraqitet gjithmonë aty ku ka probleme sociale, ku problemet sociale do të zgjidhen, ku kërkesat e shtresave të ndryshme shoqërore kanë nevojë për mbështetje, aty ku kërkohet barazi më e madhe, aty ku njerëzit vujnë, aty ku një pjesë e vogël e njerëzve e kanë krejt pasurinë, e 92% nuk kanë pasuri të mjaftueshme. Ku janë të ngulfatur në borxhe, ku nuk mujnë me i pague kreditet, ku nuk mujnë me i pague qerat,
ku nuk mujnë me i shkollu e thminë sigur që dohet, ku nuk mujnë me sigurime shëndetësore si dohet, ku penzionerët s'kan pare të mjaftueshme as për në autobus me hypën. Andaj ky miq, ardhja e Mamdanit, të cilën e konsiderova një prej ngjarjeve më të mëdha, më interesante, të rëndësishme në historinë e Amerikës, dhe e përsëriti pra apet, sepse kam mbështetje përse e them këte, sepse e lexoj politikën e Amerikës. Kjo tregon se në New York, miq, pas ka pas probleme dhe vazhdojnë të ketë probleme. Andaj e votojnë 90%, mbi 90% të qytetarëve të shtetit të New Yorkut e votojnë krahun e majt. Ky përgjatë fushatës, miq, ka thonë vazhdimisht se ka me e koqit, ka me e frenue ngritjen e çmimit të qirave, ngritjen e çmimit të patunshmërive, ka mi boe biletat e autobusit për krejt deri në 27-ën pa pare, ka me intervenu në sigurime shëndetësore, sen thjesht një socialist. S'kish ke faj Trumpit që i theke komunist, sepse ai komunizmi meq, komunizmi për më ka ra, edhe është gjithka cilësot e shumtume, sen e ka shkatru këtë, po komunizm kje dhe sot, me po me terminologji të tjera, e drejta sociale, po komunizm është, me i barazu njerëzit. Pse drejtori me pas 3.000 euro rogë në Kosovë, a punëtori 300 euro. Kërkesa për nivelizimin e shtresave, barazimin e shtresave në fakt, në esencë, është kërkesë komuniste. Islami nuk e thot këto. Islami nuk e parandalon pasurimin deri në pakufi. Mirë po, ja detyron me ligj islam që ta jep zeqatin dhe kontributet se kërkon ushtria, policia, shteti, popullsia, artësimi, njerëzit dhe të tjera. Pra, ky si një majtist, si fitore e ti, qiti mbi ujë një papastërti të madhe ekonomike, sociale, turbulenca që pas ka qenë përfuni. Dhe po si një vulkan që shpërthen pas tërmeteve të vazhdueshme, edhe Zahran Mamdani vije dhe zgjidhet krye bashkiak. Për shkak Donald Trump, miq, herë quajke komunist, islamofobët e quanin se ka me bo kështu e këndeje plot, piharëj, mbesoni piharëj ato akuzat që ja kanë bo se cili kush ka mujt. Fushat para zgjedhore vlla. Mu po më intereson e Trumpit, edhe ju do ta dini këta. Pse Trump e sulmon edhe i thet komunist? Miq, nëse ti një të pasur i shqiptar i ka tazamin $100 milion në Kosovë, ose Gjerman, ose Anglez, ose Holandez, ose edhe thët po du me shku me ble patunshmërinë në New York, sepse sot e blej 1 milion, mas 2 vjetë bëhet 3 milion, hyp çmime. Nëse ti botnisht si krye bashkiak i New Yorkut, thua se nuk ka me lën lëvizjen e çmimeve, që kush ka i ka $100 milion në Kosovë, a shkon me investu atje? Natyrisht se jo. Shkon dikun ku lëviz çmimi. Nëse thua se biletat pa pare e kneje senet të tjera, të cilat e stopojnë interesimin e investitorëve me shku me vepru në qatë rafsh, në qatë hapsirë. A shkojna? Natyrisht se jo. Nuk shkojna sa tatë letrës, sa tatë biletave, sa tatë gomave, sa të këpucve, s'po di shka me thonën. Për shkak se ti paraprakisht e ke stopu. Dhe krejt që kjo është në disproporcion me mendesin politike dhe politikat e Donald Trump. Sepse Donald Trump e di
se nëse stopohet në qëto çmime, nëse ju jepet shumë rëndësi këtyre të drejtave sociale, investitore që janë aty, hebrej që janë aty, të huajt, do t'i tërheqin pasuritë e tyre prej aty që s'ka më fitime, dhe do t'i qojnë ku në Singapur të azami, ose në Malezi, ose në Kinë. Dhe Trumpi e konsideron, e ka pas përmen një herë, se nëse Mamdani fiton është fitore e Kinës. Për shkak se Trumpi e di shumë mirë se investitore që kanë pas me ardhen në New York, a Trumpi u qmend, u tranue të i thirën të huajt, edhe pi kush zën me tatime këto me tarifat doganore. Nëse s'doni me javë hyp 100%, hajde birni fabrikat atje, birni New York, birni në për qytete tjera. Ky Mamdani është kundër keq tyne politikave. Atëherë, Trumpi për me diskreditu, e që sun e nali, janë nisi me thonë se është komunist, ko me varfrue. Sepse e di se çka mund t'i ndodhë, sepse ka mendësi biznismeni Trumpi. Me gjithate, ky fitoj. Andaj, me fitoren e Mamdanit, fitojnë edhe muslimanët, edhe të krishterët, edhe hebrejet, edhe cionistët, edhe kinezët, edhe Singapuri, edhe krejt fitojnë. Në të njëjtën kohë humbin të gjithë. Edhe muslimanët, edhe hebrejt, edhe të krishterët, edhe kinezët, edhe Singapuri, edhe Malezia, edhe shqiptarët që kanë 100 milion. Për shkak se nuk shohin ma mundësi përfituese me ju ofrue New Yorkut. Nëse më lejohet, jo për nëj arsye, po, lideri, udhëheci politik, kryetari një metropole 7 milion do këtë janë, do të analizohet, mos tam qeshtu pse pe analizojone, nga çdo perspektiva do të më analizu. Jo a pe fal gjymana, a pe fal drekën e akshamin në xhamia, a pe fal të shtëpia, e ka grujen e mluta, se ka grujen e mluta, e ka emrin Mamdana, e ka John apo Mark. Politikani, udhëhecja politik do të shikohet nga perspektiva e drejtësisë sociale që ja ofron njerëzve dhe përkushtimit të tij, punës së tij, besnikërisë së tij, sinqeritetit të tij, kujdesit ndaj ligjit, mos me shkel ligjin, kujdesit ndaj kohës, me i përkushtue rëndësi shumë të madhe, sidomos e kohës. Nga çeto anë do të me u shkyren Mamdani dhe me u analizue Mamdani. Thjesht miq, ky fitoj. Edhe u krijue një prototip absolut, i 100% me Trumpin. Trumpi të luftue me pru investitor i erë si pej Zotit, si pej qiellit, njëni kryetar bash i New Yorkut, i zemrës ekonomisë, i strategjisë, i çdo gjaje amerikane, i erë Zahran Mamdani aty edhe tha se unë e ndalej këto. Ky mor votat, po, e ka mbështet sidomos shtresa e mesme. A ju kujtohet para një 4-5 dite, kur fola për Kinën edhe Amerikën, se në luftën ekonomike midis Kinës edhe Amerikës, mas shumë t'jo është goditën kjo shtresa e mesme. 23 milion familje, që i bje nga 100 milion njerëz të Amerikës, jenë godit nga lufta ekonomike. Kën ngrit tarifat, ai tërheq, ndërprej e blerje në sojës, të kalamoqit, të grunit, aty në seneve. Dhe i qiti njerëzit në dy gjojnë. Ky Mamdani, gjatë qësaj kohë, po ta vazhdoj edhe diçka aty, edhe pastaj u detyru Trump me e thirr e me lutën, vallahi gjishipingun, hajde ta boj një marrëveshje, ti shtym qëto mohalife shajkiminis, qëto kërsnime deri në fund të vitit 2027 është lidhë marrëveshja mes Kinës edhe Amerikës. Tash, në qëtë ko, Mamdan e shfrydzon qëta, edhe flet në favor të andrave,
nevojave, dëshirave të shtresës së mesme, e leje ma në favor të shtresës së varfër të New Yorkut, që krahasuar me qatë 10% e të pasurve të New Yorkut, këta janë fukara. Fukara në krahasim me neve jo, në krahasim me shtresën e cila e man ekonomien e New Yorkut në dorë. Miq, një faktor tjetër që kanë ndihmue shumë në fitoren e Mamdanit. A dini çka është? Lejeni ta bëj një analizë kështu pak më ndryshe. New Yorku është qytet perandorak, imperi, perandori. Bile është perandori në vete. Pse them kështu? Një ndër shenjat më signifikante të perandorisë, të një perandorie prej kohës së Kalu Belas, është se perandorit, sidomos kryeqytetet e tyre, janë të përbëra, kanë qenë të përbëra, janë edhe sot, do të vazhdojnë deri në ditë Kiametit, të përbëra nga etni të shumta, kultura të ndryshme mes vete. Londra, për shembull, është kryeqytet i një perandorie. Në Londër, mos them anglisht janë pakic. Ka që ishin indian, arab, shqiptar. Shumica janë jo vendas angles. Njëjtë është Parisi, që ka qenë perandori. Perandorit në kryeqytete i mbledhin ajkat e botës. Meq, është bre një ligj i historisë. Për këtë arsye ky Ibn Khalduni, Ilmul Umran, e shpjegova deta, ky thot si mos ti njeh një shoqni, ligjet e natyrës edhe të shoqërisë. E Kurani i quan sunnetullah, ligjet e Zotit në natyrë, janë të gjykuar me dështue, me ra prej drasave të historisë. Ligji i historisë pra është miq, po do të me lexue, do të me pa, se kryeqytetet sidomos të perandorive me shumë etni, veç qashtu kanë mujt me ekzistue. Përveç Parisit e kije Moskën, njëjtë, edhe atje kije 70 milete qështohet. E ke pasën qështo edhe e kije Stambolin. Në bursa, ma shumë një kultur 2, 3, 4. Stambolin e ke pas edhe e ki hashër neshër. Letash me Siriane, me Arape, po i ki kurdët aty, i ki shqiptarët, i ki boshnjakët, i ki lazët, i ki çerkezët, i ki rusët, i ki britanikët, franqezët, 100 milete i ki në Stamboll. Dhe kjo është shumë normale. Shumë normale. Ataturku ka desht me e kthye në një qytet, mos them metropol, po minipol, me i pastrue këto prej seneve, edhe që ata s'ka mujten 4-50 vjet kur gjë me bo ekonomia turke. Sepse nuk e kuptojnë GHP-ja e Ataturkut edhe Inënys se kryeqytetet e perandorive do të funksionojnë si një multipolaritet i kulturave, i gjuhëve, i njerëzve, i ngjyrave, i feve të ndryshme e tash. Edhe në kohën e Abasidëve, po shkajte mas. A e dini mi se Emevit janë Arab, 100%. Arab. Dhe dështojnë shpejt, sepse janë kundër jo Arabëve. Kundër jo Arabëve. Ka pas suksese të mahneqme, por Damaskin nuk mujnë me shndruen në një metropol shumë etnik dhe shumë fetar. Abasitët, që e kanë majtën 700-800 vjetë, të i logaritën edhe këta në Spanjë, në Andaluzije, në Afrikën veriore, Sene, këndej, 700-800 ndoshta jo, po, shumë ma gjatë se Emevitet.
A e dini ju, a e keni ditë se në shumë burime historiografike islame, Abasitët konsiderohen si një dinasti Horasani, të Horasanit. Sepse në Bagdad, në kryeqytetin Abasit, ke pas Persian, ke pas Horasan, ke pas Habesh, Arab, Turq, Sen, Selgjok, Andej, Këndej, krijohet ajo. Edhe në kohën e pejgamberit, ma mirë thëmë, në kohën e Omerit radiallahu anhu, Medina është vend perandorak, në kuptimin e shumë etnicitetit. Në shtratin e vdekjes Omeri e porosit të këshilltarin e tij, Abdullah ibn Abbasit i thet pa e ka. A e mësut kush e boni këtë sherr? E therrin me thik. Po thet e kam bo me gjusët. Am lejon thet t'ju hinj shpat, t'i vras. Omeri i thet këdhept do thet rajnte, po në arabisht këdhep përdoret edhe gabove. Thet ata janë të e falë namazin që shpe falë ti, janë të e agjenimin që shpe bon ti, këto kështu, ata janë ma pjesë. Edhe i thet, i jeke, këshilltarin kryesor, shefin e kabinetit, Abdullah ibn Abbasit e porosit, i jeke wal ajam. Ke kujdes shumë ndaj të huajve, ndaj jo arabve, ajam i ka thënë jo arabve. Mendësia e qësoj perandorie edhe në politikën shtetënore të Omerit radiallahu anhu, të cilën e kam konsideru në shkrim e në video një prej gjenive të rrallë që i ka pas historia islame. New Yorku, New Yorku është qytet perandorak, pra përfaqëson një perandori të madhe si kur qytetet e tjera për gjatë gjithë historisë. Aty ke shqiptar, aty ke hebrej, lobe, lëvizje sene, qëto i ka shfrytëzue shumë mirë Mamdani. Edhe javë merë votat, duke ju premtuar barazi bile edhe muslimanve. Eja, mundi me besue se për gjatë fushatës, a i thëtë se do të promovoj komunitetin islam sepse edhe muslimanet kanë po drejta po ashtë sa të tjerët. Shqo, qfar politike dhe qfar taktike përdor Mamdani dhe natyrisht të gjitha këto komunitete, 70 fej e 70 milete në New York, shumica dërmuse e tyre e mbështesin këta. Dhe e përmena këtë sekuencë të qëtyre perandorive, qyteteve perandorake, për të pasqyru para juve, mos thëmë genialitetin, por aftësin e rrallë të një të riu 33 vjeqar. 2021 ka hinja asamblejës bre. Flitë, dini sa është pej partijës demokratike, këtë demokrat është. Demokrat është me parti, anipse majtist e socialist e knej. Qasi aftësie sa veç patën fillu dhe kanë fillu me foljen se mund të jetë kandidati i arshëm i partijës demokratike për president të Amerikës. Por këta që e bojnë këtë mohabet e shkrujnë e sene, s'po flasë për tonë këto, nivele botnore, këta nuk e dinë se kusht për me u kandidu president i Amerikës do të me qenën i lindur në Amerikë. A kjo është i lindur në Ghana. Ani pse e ka babën indiane, nanën e ka pejkni me prejardhje indiane, por nuk është i lindur në Amerikë. Mirë po, edhe nëse kushtetuta nuk ja lejon me u kandidu për president Amerikan, ardhja e ti në bashkin e New Yorkut e ka të rozu dhe ka me të rozue edhe ma shumë. Jo spektrin politik Amerikan, por jo vetëm, por sidomos brendësin e partisë demokratike.
Ky që 2 muj, sa ku mujt me e përcjell situatën, miq, i qitin shesh ndasit mrena republikanve, tu mare tu hangër ndër vete, i qitin shesh ndasit brenda lobit hebrej dhe brenda demokratve. Që të 3 jam kanë interesu mu, qasjet e këtyne ndaj qëti Mamdanit. Edhe u pase, edhe brenda majtistëve, janë 2 rryma, janë ata majtistët ekstrem dhe majtistët demokrat. Apo ju kujtohet kjo ligjerata që e bona para 3-4 vite, kryengritja evropiane në mbrojtje të palestinezve dhe për të dënuar Izraelin. Ato 3 të majtat evropiane dhe ajo Z-ja, generata Z. Miq, brenda republikanëve njëjtë kështu, brenda hebrejve njëjtë kështu, disa e votuan, disa nuk e votuan, disa veç botnisht pe i hebrejve janë nisën me thanë, e që është ditë për ata të cilët i përcjellin historitë e politikat hebreje cioniste, se që tyne majtistëve hebrej fare pak jo interesan Izraeli. Heq bash. Si kur kauza palestineze. Atyre ju interesan politika majtiste. Bile ju interesan përfitimi, vla. Apo mund me nejt ma në New York, apo po detyrohen kompani tjera me shkun Kinë, Singapore, në India, atje në Gjermani, në Turkije. Afërsia e madhe e Donald Trump me Erdogan, edhe për shkak të atyre nimeteve që ja ka që zotit, 694 milion tonelata mineralit të radha, por edhe lidhet me eventualitetin e largimit të investitorëve të huaj në Amerikë dhe New York, pas ardhjes së eventualit të një Mamdani në krye të kësaj New Yorkut, bashkisë New Yorkut. Andaj, Donald Trump ka qenë përtej të qenurit një president në raport me një kryetar bashkije. E di edhe kjo që s'ka ka qik me sfidue Trumpin, sepse është kryetar bashkije. Edhe ai e di se kjo është kryetar bashkije, ai është president. Megjithatë, fryma e Mamdanit është e rrezikshme edhe është e madhe. Që ky baba i tij e ka një studim post-colonization, libër është, ku flet për çato që i përmena pak ma nalt. Dhuna, plaçkitjet ose konfiskimi i pasurive të popullatës endogjene amerikane nga të bardhat, e sidomos nga komuniteti hebrej i dikurshëm. Nisën nga që të studime që i ka bo baba i ti, përgjatë kohëve të fundit, lobet hebreje vazhdimisht e kanë atakuar Mamdanin për antisemitizëm, e kanë akuzu për antisemitizëm. Edhe kë si përgjigje, se do të ka njerë mu përgjigj, unë zakonisht mos u merr me ta, po në politik dohet me u përgjigj, zakonisht shumë herë kë në përtubimet e tij e intervistat e tij flet të thënë unë jam kundër politikave të tanishme të Izraelit, por i luftoj ashpër antisemitetet. Unë nuk i mbështeti politikat antisemite. I përmena disa nuanca miq, se erdhë koha me përfundu, i përmena disa nuanca miq për të kthyer në fillim të videos edhe një herë, se Zahran Mamdani është krye bashkiak i New Yorkut, i kryeqytetit perandorak të Amerikës,
që bartë me vete, që vlon, frymon në një ambient perandorak, në të cilin ambient kultura, ngjyra, etni, zakone, doke, me vjetë rasosh e përbëjnë qatë frymën perandorake të asaj. Si til miq, si til Mamdani, të shikohet vetëm nga prizma e segjadës, e ka këtu as e ka. A është shia, ismailia, itnasheria, është nonsens bre, është hajgare bre. Andaj betohem se ka njere shumë herëm vje keq kur i shoh komentet, ju kumë thonë edhe juve që i lexoj komentet, e i kumë lexu edhe të tjerve që të 2 ditë, sepse marrshin, në qëshin, shisha ka thonë, ky fotografia kënej. Më dhimën shqiptarët e tanë, shqiptarët e mi, kur i marrin nga zemrës edhe bin në kurthën e aty në hipokritëve që qesin statuse, lajme, video, sa për me i mashtruhe njerëzit, që shhahen nervete aty. Ata shka i bojnë që të punë, shka i shtinë që ashtu, ata janë sadist. E kumë përmen, Hitleri u knaq kur pasi i kalon 5-6 ditë mint pa ushqim, javë ka qiten 10-15 minve një copë djathë që kaq, edhe u knaq ka i ka pa të u gjakos, të u hangër nerveti, cili për merë ata. Kjo është shpirt sadist. Banoj sinqert. Nëse di shkruj lavjem, nëse nuk di pëtë mëso, por mos e përdor fejen islame, mos e përdor atë patriotizmin që do të duhej ta kishe original. Bono be patriot bre. Promovoje be Skanderbeume, promovoje be shqiptarime, kejtë kemi bosh bre, po mos e sulmo taborin tjetër, për shkak se ti e urrejn në emën të patriotizmit këneje kasën. Bënu i sinqert, sepse të ke fundit, na si popull, kemi nevoj për krejt, mos folit ashtu me gjuhë politike, jo kënejo në tanë. Po, ka hapsin për të gjithë me dhonë kontributet e tyre, nëse zdenim mësoni edhe kështo. 2 minutat e fundit, që kë njeri, Zahran Mamdani, është i lindën në Kampala, në vitin 1990, edhe pastaj shkojnë në Amerikë, si 9 vjeçar kë shkojnë në Amerikë, martohet me qëtë Rawa Dowajin, siriane, e vazhdojnë jetën aty, dhe si përfundim i gjithë kësaj që e thash, edhe njëre, po e përsëriti miq të respektuar se të jesh kryebashkiak i New Yorkut, dënë të thëtë të jesh një hap, një vetëm një hap nga shtëpia e bardhë. Me gjithë që kë nuk është i lindur në Amerikë, e them, me bindjen më të madhe, si që kam thonë për Vance, se Vance mund të jetë Mehdil Muntedir i Amerikës, jo Donald Trumpi, e as Kamala Harris, e as Joe Biden, edhe për këtë them, me gjithë që nuk mund të jetë president i Amerikës, ndikimi i ti në politikat e brendshme amerikane, si dhe në politikat e jashtme, do të jetë ndoshta më i fuqishëm se politikat e vetë të një presidenti amerikan. Në videon tjetër sante, do të sjeli informacione të pabesueshme në lidhje me atë se si po vritet dhe po luftohet Turqia në Sudan dhe cilat shtete në botë janë qunë në kamp vetëm me e stopue Turqinë prej shtrirjes dhe ndikimit të papar në histori, jo vetëm në lindjen e mesme dhe Balkan, por sidomos në kontinentin e zi të Afrikës. Deri atëre, pas një 3-4 ore, miru pafshëm, dëgjojeni këtë dhe jeni të lutur që ta shpërndani. Natën e mirë.